Përshëndetje të dashur, zonja dhe zotrim, përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë historinë dhe rrëfimin e radhës. Janë fjalët e një nëne, është letra e një nëne e cila me lot në sy i ka shkruar në fakt këto vargje. Ajo tregon një dhimbje të tmerrshme. Letra mua më ka mbërritur dje, por zgjodha pikërisht sot ta postoj sepse flitet pikërisht për këtë ditë. Në festën e Bajramit që jemi ne, në ditën e Bajramit që jemi, ne duam të marrim sa më shumë dashuri, ne duam të marrim sa më shumë momente të bukura. Ne duam të jetojmë sa më shumë këtë moment, ne duam të duartërkasim sa më shumë këtë moment. Dhe kjo letër bëhet fjalë pikërisht për një nënë e cila është në azil, që priste që mos vallë çuni do t'i shkonte sot, por fatkeqësisht është e tmerrshme. Në pragun e kësaj dite të shenjtë, zemra ime rizgjuar prej agimit. Në korridorin e azilit ndihet aroma e kafes dhe zhurma e hapave të ngadalë të pleqve që presin dikë. Disa presin vajzat, disa nipërit, disa vetëm një telefonat. Unë prisja djalin tim. Sot ishte dita e Bajramit, dita kur familjet bashkohen, kur dyert hapen me dashuri, kur askush nuk duhet të mbetet i vetëm. Që në mëngjes jam zgjuar herët. Mora rrobat më të mira që kisha ruajtur në dollapin e vogël prej drurit. I e kurosa me dorë sa munda. Flokët i rregullova para pasqyrës së thyer. Edhe pse vitet më kanë rënduar mbi supe, sot doja të dukesha bukur për djalin tim. Thosha me vete, do vi sot, patjetër do vi. Infermierja më pyeti, po pret njëri sot? Unë buzëqesha me mall, po, djalin. Ka thënë se do vi për Bajram. Dhe zemra ime filloi të ra si zemra e një nëne të re. Në sallën e madhe të azilit kishin vendosur disa ëmbëlsira. Disa pleq qanin fshehurazi, disa bënin sikur ishin të fortë. Një gjyshe pranë meje puthi fotografinë e vajzës së saj dhe më tha, edhe këtë vit fotografia më erdhi. Më dhëm zëmbra, por përsëri besoja se djali im nuk do të më haronte. Sa herë hapej dera, ktheja kokën me shpresë. Sa herë dëgjoja hapa në korridor, ngrihesha nga karikja. Por hynin njerëz të tjerë. Dikush merrte baban për darkë, dikush përqafonte nënën me lot në sy. Dhoma mbushej me emocione. Vetëm karigja pranë meje mbetej bosh. Mora telefonin e vjetër, e pash ekranin disa herë, asnjë mesazh, asnjë telefonat, por nuk doja ta fajsoja. Nëna gjithmonë gjen justifikime për fëmijën e saj. Thosha, mos ka trafik, mos është vonuar, mos ka dalë me fëmijët. Dhe unë vazhdova të pres, vajti ora 1:00 më. Në atë pritje të gjatë më dolën para syve vitet që kaluan bashkë. Mu kujtua kur ishte i vogël dhe vraponte zbathur në obor. Nuk kishim pasuri, por kishim dashuri. Unë punoja natë ditë që ai të mos e ndjente mungesën e bukës. Kam larë shkallë, kam pastruar shtëpit huaja, kam fshirë lotët, fshehurazi që ai të mos më shihte të dobët. Kur së murej ai, unë rija pa gjumë. Pranë shtratit të tij, kur kishte ethe i vendosja leckat e ftohta mbi ballë dhe lutesha, o Zoti, thoja, merr jetën time, por ma lër djalin mirë, ma lër. Dhe Zoti ma la. E rita me duar të çara nga puna. Ditën që u diplomua, qava si fëmijë nga gëzimi. Thosha, tani djali im do të ketë një jetë më të mirë. Dhe e pati.
U martua, solli në jetë të fëmijë, unë u bëra gjyshe. Në fillim më merrte shpesh në shtëpi, nipërit më hidhnin duart në qafë. Shtëpia mbushej me zëra e me jetë, por me kalimin e kohës vizitat u ralluan. Telefonatat u bën më të shkurtra derisa një ditë më tha mami, në azil do kujdesen më mirë për ty. Fjalët më pren si thik. Nuk fola, vetëm e pash në sy, aty ku dikur shihja djalin që më mbante dorën. Tani shihja një burr që nxitonte të largohej. Ditën që më la këtu, mora vetëm një çantë me rroba dhe fotografinë e tij kur ishte 5 vjeç. Atë fotografi e mbaj poshtë jastëkut çdo natë e shikoj para se të fle. Sot në ditën e Bajramit e më nxora përsëri, e ledhatova me dorë dhe i thash, pse nuk erdhe biri im? Ora kalonte ngadalë, një nga një vizitorët filluan të largoheshin. Salloni u zbras, në tavolinë mbetën gota të paprekura dhe copa baklavaje. Në zemrën time mbeti vetëm heshtja. Infermierja më erdhi pranë, hajde të ham diçka, i thash jo, po pres ende. Por në të vërtetë ndjeja që nuk do të vinte. Nga dritarja shihja njerëzit jashtë duke përqafuar familjet e tyre. Fëmijët qeshnin, gratë uronin njëra tjetrën, burrat shtrëngonin duart për Bajram, ndërsa unë rria pas xhamit si një kujtim i haruar. Në mbrëmje mora telefonin dhe telefonova vetë. Zemra më dridhej. Pas disa zilesh ai u përgjigj. Alo, birim, po të prisja sot. Ai heshti pak edhe më tha, më fal mami, pata mysafir, nuk mund të vija. Vetëm kaq. As nuk pyeti si isha, as nuk më tha më mungon, as nuk më tha do vi nesër. Unë buzëqesha me lot në sy që të mos e ndjente dhimbjen time. Nuk ka gjë birim, të qoftë pranuar Bajrami, i thash. Dhe e mbylla telefonin. Atë natë nuk fjeta, qava në heshtje që të mos qetësoj gratë e tjera në dhomë. Lotët më rrithnin mbi astëg dhe mendoja, a mos vallë kam gabuar që e kam dashur aq shumë, por zemra e nënës nuk di të urej, edhe kur thyet vazhdon që të doj. Para se të mbyllja syt bëra një lutje. O Zot, thoja, mos ma lëndo djalin, jepi shëndet, lumturi dhe jetë gjatë edhe nëse më haroj mua, sepse kjo është zemra një nëne. Të nesërme në mëngjes, infermieria më gjeti ulur pranë dritares. A do vi sot? Unë buzëqesha, lehte dhe thash, ndoshta vitin tjetër. Por thellë në shpirt e kuptova se disa njerëz nuk e kuptojnë vlerën e prindit, derisa karrigja e tyre mbetet bosh për gjithmonë, dhe unë vazhdoj të pres, jo për dhurata, jo për para, vetëm për një përqafim, për një sije mami, për një ditë Bajrami ku dera e azilit hapet, dhe djali im të më thot, hajde në shtëpi nën. Kjo është letra e kësaj nëne sot.